Histori e filozofisë moderne perëndimore është libri i fundit që ka dalë në treg i profesorëve Agim Leka dhe Arben Haxhimeri. Ky libër profesional është i dobishëm për studentët e shkencave sociale në fushën e mësuesisë dhe gjithashtu për një publik të interesuar për filozofinë. Një nga autorët e librit, Agim Leka, i njohur si deputet i Partisë Socialiste, tha se në kohën e regjimit komunist u kryqëzua e vërteta filozofike dhe u ngrit lart ajo ideologjike. Leka pohoi se filozofia mbajti në kurriz pasojat e tranzicionit dhe në kohën kur Shqipëria po shkon drejt integrimit në Bashkimin Evropian, edukimi i njerëzve duhet të realizohet duke u bazuar në tre të vërteta, ato fetare, shkencore dhe filozofike. Kjo është një libër profesional, është historia e filozofisë moderne perëndimore. Është një libër profesional i gjerë, është i dobishëm për studentët që studiojnë shkencat sociale dhe këtë mësuesisë, sidomos për mësuesit e histori gjeografisë dhe për mësuesit e shkencave sociale, gjithashtu të letërsisë, të estetikës e të gjuhës shqipe, sigurisht. Thelbi i librit është filozofia, ka dy qëllime që është zbatuar nga ana jon, sepse qëllimi i parë lidhet me vetë pozicionin e vështirë që është vënë filozofia në Shqipëri. Në periudhën e tranzicionit ne vim nga një regjim totalitar dhe filozofia mbajti mbi kurriz padrejtësitë e sistemit totalitar, siç ndodh në gjithë sistemet totalitare edhe në Shqipëri, që kryqëzohet e vërteta filozofike dhe gjatë gjithë 50 vjetëve sundonte e vërteta vetëm ideologjike. Feja kryqëzohet, shkenca kryqëzohet sepse ideologjizohet dhe filozofia gjithashtu asgjësohet sepse bëhet një e vërtet zyrtare, monopol i partisë në pushtet. Tani në periudhën e tranzicionit kur Shqipëria po ikën drejt integrimit evropian, po ecën drejt integrimit evropian, e ka të domosdoshme që edukimi i njerëzve, shkollimi i tyre të bëhet duke u bazuar në tre të vërteta të përjetshme që janë themeli i qytetërimit evropian dhe i filozofisë perëndimore, që është e vërteta fetare, e vërteta shkencore dhe e vërteta filozofike. Ky është qëllimi, që t'japim një kontribut sa do të vogël, modest, kuptohet, me botimin e librit dytë. Ky është libri i dytë që unë botoj, jo vetëm në formimin universitar, por edhe në publikun e gjerë të arsimuar, i cili ka nevojë nxënësi shkollës së nesme, nxënës dhe studenti i shkollës së lartë, pra edhe intelektuali që është i arsimuar apo i diplomuar në fushën e shkencave sociale dhe të mësuesisë. Histori e filozofisë moderne perëndimore është libri i dytë me studime i profesorit Agim Leka. Libri ka si objekt historinë e filozofisë moderne perëndimore. Kjo filozofi fillon me fundin e sokalistikës dhe përfshin periudhën deri në shekullin e 19, kohë në të cilën nis edhe filozofia postmoderne.